Jemi në sezonin turistik edhe padyshim që një vend bregdetar, le themi, ofron plazhe të bukura, por për të pasuruar ofertën turistike më shumë edhe për të sjellë më shumë gjëra të bukura për gjithë ata që vizitojnë qytetin tonë në Sinën e Verës, edhe për vendasit duhet të kemi, le themi, edhe aktivitete të bukura kulturore. Për të kujdesur për këtë, është Qendra për Kulturë e Ulqinit, e cila do të organizojë, le themi, mjaft aktivitete të cilat janë tradicionale, por edhe disa risi edhe punime të cilat janë bërë për të përmirësuar, le themi, edhe kushtet e punës edhe për të sjellë gjëra më të bukura. Kam kënaqësi që këtë mëngjes kam drejtoreshën e Qendrës për Kulturë të Ulqinit, Adriana Hoxha. Mirëmëngjes, Adriana. Mirëmëngjes, Lejva. Le të themi ditë të nxehta, por ditë edhe të ngjeshura, apo jo me punë. Si po para se dalim tek aktivitetet, si ishin përgatitjet, punimet që janë bërë çdo gjë për të përmirësuar edhe ecurinë e punës. Ne në fakt sezonin turistik e kemi më shumë me punë, kështu që jemi mësuar ndoshta në kushte të tilla dhe të punojmë akoma më shumë. Pjesa e përgatitjeve gjithmonë do një përkushtim të madh. Jemi munduar që këtë sezon ta presim më të përgatitur, qoftë për aktivitete, qoftë edhe për vizitor, siç kemi muzeun i cili mundohet që çdo sezon t'i pres vizitorët në kushte akoma më të mira. Kjo pjesa përgatitore ka qenë më shumë për të hapur etnon, sepse e kemi pasur të mbyllur për shkak të punimeve që janë kryer më para në lidhje me një projekt i cili është stej zgjatur, të themi. Kanë qenë disa punime të cilat nuk janë kryer siç duhet dhe është dashur pastaj Qendra për Kulturë të merret për të përmirësuar gjërat që kanë ngelur, qoftë gabim ose qoftë edhe të pa përfunduara. Tani do të jetë muzeu i hapur në kompetencat të tija të plota dhe do të ketë pra për vizitorët edhe pjesën e etnografisë, e cila do të jetë që nga java e ardhshme, do të jetë e hapur. Pak a shumë jemi marrë edhe me punime të tjera brenda infrastrukturës të Qendrës për Kulturë për të rregulluar zyre, për të rregulluar pjesë të brendshme të hapësirës, të cilat kanë qenë i ka munguar, le të themi, investimi ndër vite dhe tani duke qenë se janë grumbulluar të gjitha punët, është dashur edhe të nisemi nga diku. Kemi pasur tani në plan që të nisim izolimin e galerisë, e cila ka pasur ndër vite probleme me depërtimin e ujit dhe pasi të përfundoj ajo pjesë, do të përpiqemi që të rregullojmë edhe pjesën e brendshme të saj, duke bërë lyerje dhe renovime të kësaj natyre. Përveç kësaj jemi marrë edhe me projekte të ndryshme, duke u munduar që gjithmonë t'i lehtësojmë vetes punë, duke fituar mbështetje financiare edhe nga institucionet të tjera, përveç buxhetit tonë që kemi në përgjithsisht pjesën më të madhe nga buxheti i komunës, sepse të hyrat tona nuk janë të mjaftueshme për të bërë të gjitha punët që ka Qendra për Kulturë si objektiv të vet. Nëse ndalemi pak nga aty ku janë nisë, nga muzeu i qytetit, fatmirësisht do të jetë me dyert të hapura, edhe le të themi muzeu i qytetit a do të jetë përsëri në qendër të vëmendjes edhe të mbajtjes së aktiviteteve, Adrian? Për sezonin veror, po. Përherë është një ambient më i bukur, është nuk e di, më madhështor për të bërë aktivitete dhe mendoj se edhe për ata që janë pjesëmarrës të aktiviteteve kulturore, është një mbresë që lë gjurmë gjatë. Unë mendoj se këtë vit do të mundohemi që të ecim me ato hapat e vitit të kaluar, duke u munduar që skena verore dhe aktivitetet në përgjithësi që do të mbahen atje, të jenë të njëjtit nivel, të kenë cilësi, të kenë atë nivelin që duhet të ketë një festival i cili aq i gjatë ka pasur jetë, siç është festivali i skenës verore që këtë vit shënon vitin e 37. Shumë vite edhe vjetë me të vërtet ishte niveli ndoshta ndër më të lartit ndër vitet realizuar. Sa është vështirë që të mbahet si vjetë? Kë kemi, le të themi, në plan deri tani që të sjellim në skenë? Po, të them të vërtetën, është pak e vështirë, sepse duhet të kesh edhe mjete financiare, duhet të kesh edhe emra të cilët ndoshta nuk kanë qenë, të mos bëhen përsëritje që
bëhen pastaj të mërzitshme. Prandaj ka qenë pak e vështirë që të bëjmë përzgjedhjet, por mendoj se këtë vit kemi shtuar, kemi rritur pak numrin e aktiviteteve. Do të jetë pak a shumë i ngjashëm stili për shkak se nuk kemi aktivitete çdo natë, por kemi disa net, për shembull pushim, 2 net pushim, pastaj aktivitet prapë, e kështu me radhë. Kemi kombinime, kemi edhe muzikë klasike, kemi muzikë popullore, kemi shfaqje, kemi në përgjithësi emra të cilët tani të mos them që s'kan qenë kurrë, sepse mbase edhe mund të qenë dikush, por që në përgjithësi janë emra të cilët nuk kanë qenë pjesëmarrës në skenë verore dhe do të ketë edhe vendas, pra përgjithsisht jemi munduar që të ketë një përfshirje, të them, edhe dygjuhshe, pra edhe në gjuhën malazeze dhe në gjuhën shqipe, kështu që skena verore, hyrja edhe pse jemi tek muzeu është falas, apo jo? Edhe vazhdon e njëjta traditë që është me dyert të hapura. Vazhdon sepse publiku është mësuar që të jenë aktivitetet falas. Nuk e di pse, nuk e di të bëj krahasimin me vendet e tjera, kam përshtypjen se gjithkund paguhen hyrjet nëpër aktivitetet të ndryshme, mbase festivalet edhe mund të mos kenë festivalet si skena verore, por që në përgjithësi ne kur kemi hyrje gjithmonë ka më pak vizitueshmëri dhe ndoshta duhet ngadalë që të nisim ose me ullqyme të vogla, por këtë vit besoj do të jenë të gjitha falas. Ndërsa për të vizituar muzeun, a kemi shifrën ndoshta të njëjtë të hyrjes si viteve të kaluara, apo do të ketë ndryshime? Në momentin që flasim është i njëjti çmim, por që presim që të sjellim një vendim të ri me Këshillin Drejtues të Qendrës për Kulturë për të bërë korrigjimet, pasi që muzeu tani kur është i hapur me të gjitha kapacitetet e veta, normalisht që duhet të ketë edhe një hyrje pak më të mirë, jo vetëm për të pasur një hyrje më të mëdha, por edhe për të ngritur pak atë nivelin ne prap kemi shumë gjëra atje për të treguar, ka shumë gjëra autentike, shumë gjëra ndoshta të bukura që nuk mund t'i gjesh në vende tjera, kështu që çmimi simbolik ishte vetëm për shkaqe sepse ishim me punime, ishim me një ambient i cili nuk ishte aq i ngrohtë momentin që ti futeshe, kështu që vjet për shembull deri në gjysmën deri në fillim të verës kemi pasur edhe arkeologjikun me probleme brenda, kështu që ka qenë problemi i rrymës elektrike, kështu që avash i kemi rregulluar dhe presim. Nëse edhe diçka sa i përket Muzeut të Ulqinit, kur ndoshta edhe me ekipin e stafit edhe merrni ato përshtypjet, çfarë kanë më interesante ndoshta dhe pushuesit kur hyjnë në Muzeun e Ulqinit? Për çfarë ndoshta kanë mbresa më shumë që shohin aty? Po mbresat më të mëdha janë panorama, kur ngriten te pjesa për të bërë foto është më interesantja, është vërtet një panoramë e bukur, se është pika më e lartë nga e cila mund të shohësh, dhe normalisht Citadella është një pjesë që lë mbresa patjetër. Varet pastaj edhe për çfarë lloj vizitorësh e kemi fjalën, sepse nëse janë të huajt, ata patjetër që mund të kenë interesat ndryshme, pastaj shqiptarët pak a shumë ndoshta veshjet i dinë, nuk i kanë aq ndoshta shumë interesante, për dikë pastaj që vjen nga një komplet kulturë tjetër, mund të jenë edhe ato pjesë përshtypjeve të tyre. Unë thash në fillim që ofertat turistike Ulqinit nuk janë vetëm plazhet, prandaj po ndalemi pak më shumë te këto gjëra, sepse e shohim edhe ne si media vendase, por edhe mediat e tjera të cilat vinë në Ulqin, pikë të parë kanë muzeun e qytetit, le të themi, dhe nga aty fillon edhe promovimi i qytetit. Po patjetër. Besoj se është mirë që ndoshta kohë pas kohe ta kemi edhe ne më shumë në qendër të vëmendjes për ditur që në fakt atë kërkojnë edhe pushuesit, të marrin diçka nga historia, nga kultura. Patjetër, mbase edhe kanë filluar njerëzit pak edhe t'i kthehen muzeve, sepse një periudhë ndoshta edhe ndryshon interesi që njerëzit kanë,
disa edhe nuk vinë në për pushime vetë për të parë muze ose për të mësuar diçka të re, por që kemi vënë re që ka goxha vizitueshmëri, por patjetër duhet të kemi edhe ne fokus tek muzeu për ta përmirësuar gjendjen e tij dhe për të bërë ka aty shumë punë të cilat mund të rregullohen. Tani dalim tek projektet. Ku ka qenë fokusi më shumë? Le të themi në kërkesën e projekteve, në realizimin e tyre, përcjellur çfarë, Adrian? Ne jemi munduar që të shfrytëzojmë momentet për të aplikuar me projekte të ndryshme, në mënyrë që të lehtësojmë pak financat e vetë Qendrës për Kulturë dhe në mënyrë që të kemi mundësi që programet në fund të jenë akoma më cilësore dhe më të mira. Në këtë aspekt kemi arritur që të sigurojmë mbështetjen nga Ministria e Kulturës për projektin e festivalit të fëmijëve, festivalit të skenës verore dhe të kolonisë së piktorëve. Tani, ndalemi një nga një, tek festivali i fëmijëve. Është folur pak më herët, kur do të jetë periudha që do të mbahet? Festivali në fakt ka qenë i planifikuar të mbahet në fillim të vitit, por duke qenë se ishim në pritje të përgjigjeve nga Ministria, e kemi lënë që të shohim rezultatet, duke qenë se është mbështetur, tani realizimi do të jetë në fund të vitit. Festivali, do me thënë, gjysma e punëve është e kryer, këngët i kemi marrë, kështu që kemi tani pjesën tjetër të realizimit të netve ose të natës, varet se si do ta konceptojmë në fund. Sa i përket festivalit të skenës verore, ne kemi bërë një publikim të pjesëshëm, le të themi, sepse jemi akoma duke pritur disa përgjigje dhe jemi duke definuar edhe disa data dhe për të mos sjell edhe vizitorët në konfuzion me ndonjë ndryshim, e kemi lënë që në javën tjetër të bëjmë publikimin e plotë të gjitha aktiviteteve, por mund të themi që... Disa konfirmime gjërmë tani? Pa. Për shembull, mund të themi që në datën 17, korrik, me siguri ka gjasa që t'jetë hapja. Do të kemi hapjen me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit nga Tirana, të cilët do të performojnë muzikë popullore. Pastaj, gjatë netëve në vijim, do të kemi stand-up comedy, është një artist i njohur tani edhe në rrjetet sociale, ka bërë shumë buj, Semir Gicic, dhe janë dy vëllezër nga Podgorica, Braqa Shukovic. Dhe të dy do të performojnë, pra në net të veçanta, do të performojnë stand-up comedy-t e tyre. Pa tjetër do tjetë edhe bashkimi, por ai do tjetë në pjesën e gushtit nga fundi. Pastaj, sa i përket muzikës, do të kemi koncerte, do të ketë koncert të Dona Reshitaj që paka shumë i sjell këngët popullore në një version të saj autentik që është një risi, ndoshta dhe është diçka pak më ndryshe, pak më interesante për dëgjuesit. Mbyllja e festivalit do të jetë me koncertin e Aleksandër Gjokaj. Në fakt është trio 3 musketierët që është në përbërje me Elton Dedën dhe Redon Makashin, mendoj se do të jetë një mbyllje kështu prestigjioze. Presin gjërat bukura do të thotë. Kështu e kemi konceptuar, jemi të sigurt se do të jetë diçka e bukur dhe vërtet mendojmë se njerëzit tashmë do të na vizitojnë dhe do të ngelen të kënaqur. Kjo është gjithmonë ajo që ne pretendojmë, kur dikush largohet nga një aktivitet, të mos largohet me atë bindjen që e humba kohën kot, por që erdha dhe ja ka vlejtur. Okej, emrat të bukur, emrat të cilët përveç që sjellin vendasit në pjesëmarrjen e këtyre aktiviteteve, besoj se sjellin edhe mysafir nga vendet e rajonit, siç janë edhe emrat që përmendëm, le të themi ngjallin interes, kanë fansat e tyre, kanë publikun e tyre, kështu që ju përgëzoj për përzgjedhjen, le të çojmë deri në fund, le të themi me kë do të pasurohet më. Diçka tjetër, le të themi për galerinë, çfarë mund ta shtjellojmë pak më shumë ato çfarë do të realizohet edhe ku janë qëllimet me projektin? E ke fjalën për rregullimet e galerisë, infrastrukturën. Po duke qenë se
pak a shumë duket keq me pjesën e murit i cili nga depërtimi i ujit dhe ndoshta edhe nga vjetërsia me që është bërë një kohë që nuk është rregulluar. Kemi pasur plan që ta rregullojmë, ta lyejmë. Fillimisht duhet të bëhen izolime që të mos kemi probleme me ujë prap. Dhe në atë aspekt pastaj mund të kemi një galeri e cila është paktën më e bukur për të vendosur edhe pikturat, edhe për të mbajtur çfarë do lloj aktiviteti tjetër brenda. Nganjëherë detajet e vogla e prishin gjithë dukjen, të them, të një aktiviteti dhe prandaj jemi munduar që një pjesë të buxhetit të qendrës ta drejtojmë edhe në për gjëra të kësaj natyre sepse janë vërtet të nevojshme. Jeni bartës, le të themi, të këtyre aktiviteteve, por ka edhe nga këto aktivitete që ndoshta keni pasur bashkëpunimet me institucione të tjera. A do të ketë të tilla apo sezoni veror do të jetë i fokusuar tek ato aktivitete që ju i bartni vetë? Në fakt, të gjitha këto aktivitete janë bashkëpunime, duke qenë se për shembull skena verore çdo vit mbështetet edhe nga organizata turistike. Këtë vit kemi edhe një mbështetje nga komuna në buxhetin e tyre. Janë të ndarë në disa mjete për skenën, janë të ndarë edhe për aktivitete tjera të qendrës, kështu që në një farë mënyre janë lloj bashkëpunimesh. Pastaj për bashkëpunime të tjera ndoshta është pak edhe herët, me qenë se nuk i kemi as ne informacionet e duhura, për shembull kur do të mbahen aktivitetet cilat janë tradicionale si kalimera poetike ose diçka tjetër, nuk është se kemi akoma një bisedë, kështu që nuk i kemi të definuara, le të themi. Çfarë është më vështirë, të përgatitesh aktivitetet që i shohin publiku, apo le të themi të merresh me punën që publiku nuk e di kur flasim për qendrën për kulturë? Sepse këto janë, i shohim, okay, kemi një këngëtar, kemi një shfaqje, ndoshta janë më dukshme. Në fakt, nuk e di, pyetje e vështirë sepse të gjitha kanë atë vështirësinë e vet, ndoshta puna në zyrë është nganjëherë e lodhshme duke u marrë me pjesë byrokracish ose duke shkruar. Shkrimi i projekteve në përgjithësi është diçka e vështirë sepse duhet të merresh me secilin detaj. Dhe një detaj nëse nuk e planifikon, aty pastaj mbase mund të prishësh gjithë curinë e projektit. Kështu që këto gjëra kanë vështirësinë e vet. Pastaj pjesa organizative prap ka vështirësinë e vet sepse më tepër është pjesa e stresit që të mos harrohet diçka dhe të dalë gjithçka sa më mirë. Kështu që nuk e di të them. Janë shtuar vizitorët më shumë në këto aktivitete, pjesëmarrësit? A mund të themi që po? Po, janë shtuar. Janë shtuar edhe njerëzit që pyesin për skenën verore, janë shtuar edhe të tjerë që pretendojnë të bëhen pjesëmarrës dhe dëshirojnë të marrin pjesë. Kështu që mendoj se jemi në rrugën e duhur. Pjesëmarrës të rinj, kur flasim të rinj, janë jo vetëm në ato që po vinë për herë të parë, por kemi edhe të rinj në moshë, Adrian, që janë të interesuar të bëhen pjesë e aktiviteteve edhe që i ftoni, por edhe që vetë interesohen? Ka të gjithë çfarë moshave në fakt. Ka edhe të vendeve të ndryshme, sidomos të rajonit dhe sidomos nga Kosova kanë shumë interes për skenën verore dhe e shohin si një aktivitet, kanë edhe si një vlerësim. Këtë kam arritur të kuptoj gjatë bisedave të ndryshme dhe gjatë bisedave me njerëz që kanë kërkuar që të jenë pjesë e skenës verore. E shohin si një aktivitet i cili është i mirë edhe për të promovuar ata vetë, por edhe për ta pasur si një aktivitet në CV-n e tyre. Kështu që mendoj se në qoftë se ne kemi mundësi që të vazhdojmë në këtë formë, mendoj se skena verore vërtet që do të jetë një aktivitet i mirë dhe për të admiruar nga të gjithë. Është për të vlerësuar, kur arrin le të themi në këtë pikë, do të thotë që është me të vërtetë në rrugën e duhur. Puna më afërt është skena verore apo jo? Po, patjetër. Këtu është angazhimi maksimal për momentin, po, patjetër. Pastaj, pas skenës verore, kemi koloninë e piktorëve, që përbën një projekt tjetër që Qendra për Kulturë ka bërë
në bashkëpunim të them tani me organizatën turistike dhe mbështetës tjetër financiar ka edhe Ministrinë e Kulturës. Është një projekt të cilin në fakt e kemi realizuar edhe në bashkëpunim me piktorët Vendas dhe këtu mund të veçoj Vaidën, piktoren Vaida Nimanbegu, e cila ka ndihmuar shumë me kontaktet e saj që ka me piktorë të ndryshëm, sepse kjo koloni ka për qëllim të grumbulloj piktorë nga shtete të ndryshme, dhe në fakt janë emra vërtet shtete që ndoshta të duken shumë të largët, por që kanë edhe interesimin për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, por gjithsesi në vazhdim do të dalim edhe me informata më konkrete në lidhje edhe me afatin se kur do të mbahet. Është aktivitet një ditor apo do të Jo, është koloni e cila do të jetë disa ditë, ato do të qëndrojnë në Ulqin, do të bëjnë vizitat ndryshme, do të bëjnë piktura dhe në fund do të përmbyllet me një ekspozit të gjitha pikturave të këtyre artistë. Por përndryshe projekti ka në përbërjen e vet edhe aktivitete tjera. Njëri prej tyre është realizimi i një murali. Por murali është i parapar që të bëhet në hapësirat brenda institucionit të Qendrës për Kulturë, te pjesa e hyrjes në institucion, në mënyrë që të kesh pak edhe të fitosh atë ndjesinë që po futesh në një institucion kulture. Ne shumë shpejt do të dalim me një thirrje publike ku do të mund të marrin pjesë të gjithë artistët të cilët janë të interesuar të dërgojnë versionin e tyre se si ata e shohin realizimin e një murali dhe pastaj do të bëhet përzgjedhja dhe mbas të përzgjedhjes do të bëhet edhe realizimi i tyre. Gjithashtu kemi pasur në plan që të bëjmë disa libra për të ngjyrosur fëmijët. Kemi disa lloje të parapara në projekt. Njëra prej tyre është një libër me trashëgimi kulturore, ku në njërën faqe do të jetë fotografia dhe në faqen tjetër do të jetë versioni i bërë me hapësirat për ngjyrosin. Për ta ngjyrosur vetë fëmijët. Të njëjtën gjë mendojmë të bëjmë edhe me pikturat e piktorëve Vendas, në mënyrë që fëmijët edhe të kenë mundësi të edukohen në këtë formë. Në njërin krah të kenë një pikturë të përzgjedhur prej njërit prej piktorëve dhe në krahun tjetër mundësinë për ta ngjyrosur. Pak a shumë planifikojmë që të mbajmë edhe disa punëtorimeta. Njëra prej punëtorive ka të bëjë me gërshetimin e muzikës dhe artit figurativ dhe një punëtori tjetër gërshetimin e letërsisë dhe artit, ku përmes për shembull dëgjimit të muzikës së caktuar, fëmijët do të kenë mundësi që të shprehin emocionet e tyre që i fitojnë nga ajo muzikë, çfarë ata kanë në vizionin e tyre në atë moment, dhe njëjta gjë duke lexuar një tekst ose një fragment të një libri, të paraqesin si ata e përjetojnë dhe si e kanë kuptuar gjithat që kanë lexuar. Dhe pastaj nga kjo e lidhur le të themi shumë bukur edhe nga ana psiqike pastaj se me cilin koncept të rriten edhe fëmijët për ditur më shumë për kulturën në këtë formën artistike. Mendoj se këto janë gjëra të rëndësishme për t'ia bërë atyre edhe më interesante, për t'i hapur një vizion të ri, për ta parë ata edhe në mënyrë tjetër se si mund të kuptohet ndoshta edhe vetë arti, duke i bashkuar njërin me tjetrin. Mjaft e bukur. Edhe presim realizimin, edhe besoj se do të ketë një pjesëmarrje të fëmijëve edhe të rriturve, por kur ishim tek pjesa e kolonisë edhe që do të ketë pjesëmarrës nga shtetet të ndryshme, besoj se pak të marrin me vete nga ajo çfarë pikturojnë nga Ulqini është një lloj promovimi i mirë edhe kë. Po, patjetër. Në fakt, kjo ekspozit vitin e kaluar është bërë për herë të parë dhe këtë vit është ndoshta një edicion i ri i saj, por që normalisht do të ketë piktor tjerë, por që është pak a shumë ai koncepti që të ketë kultura të ndryshme, të ketë
edhe vizita të ndryshme, të ketë mënyra më e mirë për të përçuar atë që ne kemi është duke i dhënë mundësinë këtyre piktorë që ta shohin bukurinë, qoftë edhe të natyrës, qoftë edhe të informohen më shumë lidhje me këtë vend. Ne kemi një qytet shumë të bukur dhe pastaj akoma më mirë kur të shohim atë se çfarë ata sjellin nga të gjitha përjetimet që kanë këtu. Kur shohim edhe vizita që bëni, por edhe mikpritjen që u bëni pjesëmarrësve nga vendet e rajonit, besoj se nuk kemi më si vitet e kaluara ndoshta që ne nuk jemi në nivel, po arrim në nivele edhe më të larta, apo jo Adrian? Po, ky është qëllimi që edhe ne si publik të mos ngelemi të mbyllur dhe të dëgjojmë vetëm të dëgjojmë dhe të shohim vetëm ato që kemi në përditshmërinë tonë. Edhe pse mendoj se ndoshta nuk ka edhe hapësirë të mjaftueshme edhe për artistët lokal, por që mendoj se duhet ne vetes të japim mundësinë që të shohim edhe të tjerët rreth nesh. Çfarë bëjnë, si bëjnë gjërat, ku janë ata me nivelin e të gjitha aktiviteteve dhe në atë formë pastaj i japim mundësi vetes që të edukohemi në atë formë, por edhe artistëve tanë që të dinë ku të synojnë dhe ndoshta edhe të fitojnë ndonjë ide ose diçka të ngjashme, por gjithsesi edhe ata vetë ndoshta të lidhin kontakte, të njihen me njerëz që ndoshta në të ardhmen pastaj mund edhe të kenë ndonjë bashkëpunim ose çfarëdo lloj gjëje tjetër. Mendoj se ka vetëm të mira pjesa që vinë të tjerët. Kjo nuk është për të ulur rëndësinë e asaj çfarë ne kemi, por është vetëm për t'i dhënë një shumëllojshmëri dhe për të pasur më shumë mundësi. Faleminderit Adrian për gjithë le të themi prezantimin që bëre sot edhe të përgëzoj për punën. Uroj që çdo gjë të shkojë ashtu siç e keni planifikuar, por edhe më mirë. Ne do të jemi aty si gjithmonë për të përcjellur aktivitetet edhe për të ofruar sa më afër publikut çdo gjë të bukur kulturore që do të mbahet në qytetin tonë. Shumë faleminderit për interesimin në rast parë që keni gjithmonë për të përcjell çdo aktivitet që bën qendra dhe për to fjalë bukura. Kënaqësi. Shumë suksese. Faleminderit, suksese.